Të nderuar dëgjues të Radios Emanuel, ishit me lajmet shkurt të orës 9. Feel your heartbeat. Radio Emanuel. Inkurajim për shpirtin. Radio Emanuel. Inkurajim për shpirtin. Gjithmonë pranues. Për t'ju sjellë faqe, gëzim dhe shpresë. Ne jemi Radio Emanuel. Top 20, Top 20, Top 20. 20 këngët më të mira të Krishtera. Çdo fundjavë në Radio Emanuel hitet më të mira të muzikës së Krishterë. Ndrysho jetën. Top 20 Christian Songs. Dëgjoj muzikë. Jeto një jetë me frymëzim. Let love explode and bring the dead to life. Top 20 Christian Songs. Të dashur dëgjues të Radio Emanuel, jemi sërish në studio, jeni duke ndjekur programin Buzëqesh e ditës. Dhe tani së bashku me mua në studio është edhe Bruna Zguro. Bruna, shumë faleminderit që e pranove ftesën edhe gjete kohë për të qenë sot së bashku me ne në studio. Faleminderit shumë dhe për jush, ishte kënaqësi. Bruna, tani për ta ngrohur pak atmosferën, edhe sepse mua më pëlqejnë shumë lojrat, ne do ta fillojmë së bashku me një lojë shumë të thjeshtë. Je dakord? Dakord. Okej, me një lojë shumë të lehtë ku ne edhe do të njohim ty pak më shumë. Loja quhet Kjo apo ajo. Edhe ky është versioni artistik i zgjedhur Enkas për ty. Unë do të them dy fjalë dhe ti shumë shpejt, si një thurje e shpejt, nuk e di me grep apo me shtia, do të më përgjigjesh. Letër apo pëlhur? Pëlhur. Ngjyra pastel apo ngjyra të forta? Pastel. Sa bukur. Krijon më mirë në mëngjes apo në darkë? Në darkë. Okej. Që nga pak tip si unë, dhe unë nuk jam shumë tip mëngjesi. Kafe apo çaj kur punon? Të dyja? Njëra? Shpejt. Të dyja. Rregull apo të qenit spontan në krijim? Spontane të jem pëlqen. Shumë bukur. Punimi i vogël me detaje apo një projekt i madh artistik? Më mirë një i vogël me detaje se i madh i viral. Të kemi parë në fakt i bësh të dyja. Të dyja i bëj, po më shpejt është i vogli. Okej. Muzikë apo qetësi gjatë punës? Të dyja së bashku. Apo ndonjë kafe me ndonjë mike në të njëjtën kohë? Zakonisht ulem në darkë dhe në darkë nuk paraj pi kafe, kështu që je vetëm. Jam vetëm. Dhuratë e bërë me dorë apo e bler? Gjithmonë të bëra me dorë. Ka më shumë vlerë. Sa bukur. Art klasik apo modern? Klasik më pëlqen. Shumë bukur. Nuk besoj që unë nxitove dhe na dhe ndonjë përgjigje që nuk ishte e vërtetë, apo jo? Jo, të gjitha janë të vërteta të jetuara. Bruna, do më tregosh pak tani si nisi dashuria jote për punimet me dorë, për të qenin një artizane, që kur filloi? Punimet e mia të dorës kanë filluar shumë herët. Mund të them që në 5-6 vjeç të vogla me copza të vogla, po 6 vjeç kam shkuar në klasën e parë dhe na nevojitet të mbanim kallamarkën e bojës dhe unë nuk e mbaja dot në dorë. Dhe fillova të bëj një rrit të vogël, e lidha, e vura çantës dhe ky ishte krijimi im i parë dhe një jakë e bardhë që kam bërë disi pak më vonë në klasën e parë. Ne kemi që me jaka të bardha dhe atëherë duhet punoje, ti bëje me dorë, me grep, me qëndisje. Kush të ka mësuar? Unë gjithmonë kam qenë pranë gjysheve të mia, na kanë rritur ato. Pasi prindit kanë qenë në punë në orën 3:30. Kështu që ato, duke i para ato, duke ja u vjedhur zanatin, se ato nuk ta tregonin. Si të bëjnë. Gjithmonë Zanati kanë videt, vjedhur. kemi një shprehje në Shqipëri që themi zanati videt. Por shkosa përfitime të mira ka të ndenjurit me gjyshet. Kënaqësi pafund. Unë i kujtoj me nostalgji gjithmonë. Jetojmë në një kohë në fakt ku gjithçka bëhet shpejt, teknologjia tani që na ka bërë sikur vrapojmë në këtë kohë të tillë. Pse mendon se artizanati mbetet ende kaq i vlefshëm? Vërtet ka evoluar shkenca dhe punimet e dorës tash por nësohen me ato makineri, po gjithmonë punës së dorës nuk i bie vlera asnjëherë në jetë të jetëve. Dhe këtë e them me bindje, un kam 100 vjet që kam kujtimet e gjysheve për 100 vjetësh dhe nuk më ikin kur nga memoria dhe nga ajo që dua t'i mbaj dhe t'i ruaj. Dhe kështu që kjo do vazhdoj gjatë dhe më mirë punët e dorës se sa të blera dhe të punuara me makineri për mua. Se e vërteta është që punimet e dorës nuk është se janë thjesht diçka materiale, po mbartin edhe shpirtin e personit, ato apo jo? Janë një trashëgimi jo materiale, vërtet, po unë i ruaj ato që më ngelen materialisht, unë i ruaj me, domethënë me një fanatizëm të madh. Besoj Dhe që dua që ti mbetem këtyre. edhe Dhe dua të punimet- mos humbasin. punimet e tua do t'ja trashëgosh brezave, apo jo? Patjetër.
Vajzës mbesës që e kam shumë të afruar pas punëve dorës, më pëlqen shumë kjo. Që e vogël ajo po afrohet me mua, por megjithatë mendoj që umbresi i ri ja le aty ku punoj. Kështu që unë kam dhënë një kontribut të vyer për këtyre viteve që unë punoj me fëmijë dhe kam çift dialekt të brezit vogël. Pasi po rritemi që nuk dim të qepim, nuk dim të thurim, nuk dim çfarë është një kopsë ta vendosin, po i lëm atë xhekin apo zinxhirin pa zinxhir, kështu që më pëlqen gjithmonë të punoj punët e dorës. Ti më shoj. Më përmend edhe vajzën. Pra edhe vajzën e kem mësuar që të bëj punime me dorë. Vajza ka mësuar vetë si unë, po nuk e punon ose nuk e ve shumë në punë, pasi me fëmijë tani jene me punë, po që shumë herë dhe më ndihmon. Punët e mia më ndihmon së bashku për të bërë. Po, më ndihmon. Sa bukur. Besoj kjo si në mendje dhe në punë. Forcon edhe marrëdhënien tuaj me njëra tjetrën, ai momenti kur ne jemi si dy motra, nuk jemi vajzën e po ne punojmë si motra. Çfarë ndjesie ti jep ty ai procesi i krijimit, duke nisur që nga ideja kur është në mendjen tënde, edhe deri tek momenti kur ke produktin në duar? Unë gjithmonë i kam me ide gjërat, po jo gjithmonë me kohë, me këto. Me kohë i kam kur kam porosi, disa dhurata, apo të bëj diçka që më vlen, duhet ta bëj, por gjithmonë më mritin spontanisht gjërat. Domethënë gjithmonë vendos, o ta bëj, më pëlqevi, e pash, o ta bëj. Dua ta krijoj gjithmonë një gjë që s'e kam bërë. Domethënë gjithmonë krijoj dhe bëj më të vështirën, dua të realizoj më të vështirën, pasi gjithmonë evolon edhe në punët e dorës, siç evolon shkenca, evolon edhe në punët e dorës. Domethënë që unë gjithmonë dua të provoj më të vështirën. A doja dalë them dhe gjithmonë ja kam dalë ku me vështirësi e ku me lehtësi, po ja kam dalë. Gjithmonë je duke sfiduar veten tënde. Po, gjithmonë kërkoj gjë më të reja që kërkon tregu. Do na tregosh pak çfarë punimi ke nëpër duar tani? Unë tani po bëj disa çanta me ruaza dhe me makrame. Këto i kam i porosi për vitin e ri, për mikeshat e mia, për disa miq që duan të bëjnë ca dhurata, për Krishtlindje, dhe mendoj që janë gjëra shumë të vyera, por dhurata janë shumë të bukura. Po përdor ngjyrat e Krishtlindjeve dhe kështu që do jenë edhe pak festive. O, sa bukur. Edhe pak aksesor të vegjël po bëj për çanta, çelsa. Kështu që jam munduar të vej një dispozicion diçka të vogël, po me vlerë. Ka materiale apo tema të caktuara që ty të frymëzojnë më shumë? Ndoshta siç the Krishtlindja, apo nuk e di. Shiko, unë nuk punoj vetëm me festa, unë punoj çdo ditë të vitit. Rrallë mund të ditë që unë nuk punoj, pasi jam e lodhur apo kam qenë diku në udhtim apo jo në lëvizje, por gjithmonë unë jam duke punuar. Dhe orët e mia të punës janë gjithmonë në darkë, nuk kam kohë gjatë ditës fare. Se ato 3-4 orë që punoj në punë, janë vërtet punë për mua dhe pastaj duhet të shlodhem pak dhe të rimarr veten që të punoj. Puna do për qëndrim, kështu që gjithmonë në darkë ulem e punoj orëve të vona. Jam më qetë, nuk ngrihem, se që të punosh me punime dore ose artizanat, duhet të jesh shumë e përqendruar dhe përqendrimi ka shumë të bëj. Dhe duhet të jem e qetë që të punoj. Patjetër, për të gjithë ata që krijojnë, e kam dëgjuar edhe nga persona të tjerë, jo vetëm nga artizan, ka nevojë të reflektojnë, të marrin qetësinë e tyre që të ndihen të frymëzuar për të bërë diçka. Po nuk je i qetë. Mund të të lind diçka, po se vazhdove, u shkëpute, marroj. Shkëputet edhe ai frymëzimi. Siç po e thoj edhe ti, dita jote është e ngarkuar nga shumë përgjegjësi të tjera, por ti gjithashtu je edhe instruktore e programit Art and Craft pranë qytetës së fëmijëve. Do na tregosh pak si është të punosh me fëmijët? Po bëj gati 8 vjet që merrem me fëmijët dhe është një kënaqësi pafund, nuk e kisha provuar më parë, punoja me këto mosha kaq të vogla, unë i marr që 5-6 vjeç, i çoj deri në 12-13 është shumë, ta 14 që kanë qenë të pakta, po domethënë tërë këto vite që unë i çoj dhe i rit, shikoj që ato rriten bashkë me punimet e tyre. Ato rriten bashkë me mendjen dhe ato që unë reflektoj gjatë punës çdo ditë. Unë jam çdo ditë me të reja, gjithmonë me krijimtari dhe me gjëra të reja. Edhe jam e sigurt që nuk po i mëson vetëm si të bëjnë diçka materiale, por po i mëson vlera atyre fëmijëve. Po, unë atyre po jap një vlerë shumë të madhe që kjo do vlerësohet diku më vonë, po unë them që ato do vlerësojnë kur të jenë të afta për të përgjigjur dhe për të krijuar diçka që atyre do t'u lind nevoja. Bruna, po nga ana tjetër, fëmijët ty të kanë mësuar diçka? Teksa punon me ata çdo ditë. Më mësojnë shumë gjëra që unë mbase nuk më arri dot të i zbiroj. Megjithatë, ata janë gjithmonë si ai sfingjeri që unë e vë mbi ujë dhe ai gjithmonë thith dhe nuk tregon sa. Gjithmonë janë burim shumë i mirë për mua. Ka ndonjë moment të veçantë që të ka mbetur në mendje nga çfarë keni kaluar bashkë, ndoshta një aktivitet që keni bërë me fëmijët? Unë ndihem e vlerësuar pasi ata çdo gjë që unë kërkoj apo vendosim për aktivitetet e ditëve të pushimit janë gjithmonë të gatshëm dhe kjo për mua është flet shumë. Që të jenë të gatshëm në çdo moment, këtë fal prindërve të tyre që duhet të falenderoj, por dhe fëmijët shumë të vëmendshëm dhe
mbas edhe më duan. Kjo Të duan. është një farë dashurie. Patjetër. Midis ne ka lindur një lidhje shumë e fortë midis nesh. Unë i kam pjesë familjes. Domethënë unë gjithmonë i mendoj, i ndik për ditëlindje, më pëlqen ti uroj, i pëlqen të më urojnë. Më thonë, "Ua, sa gjë e bukur. Kur e bëre këtë profesorët ta pam në Facebook." Domethënë që kanë gjithmonë ato lidhje me mua. Më shikojnë, më ndjekin, po dhe unë ato i ndjek vazhdimisht. Ndiqni Dhe njëri më tjetrin edhe në pëlqejnë, rrjetet sociale. Po mundojmë ti mbaj larg këtyre rrjeteve sociale, po me anë të prindërve Po, unë kam një e- lidhje shumë të mirë dhe me prindërit e tyre. E kuptueshme. Përmende pak edhe ditëlindjet, e uroni njëri tjetrin për ditëlindje. Mos më thuaj që i bëni dhe kartolina të bukura me dorë njëri tjetër për Ato ditëlindje. janë pa numër, janë me domethënë nga më të bukurat. Më befasojnë gjithmonë për ditëlindje, festa, çfarëdo gëzimi që të kem, ato gjithmonë më befasojnë. Ka disa aktivitete që mund të na i tregosh që keni bërë bashkë, se di, sfilata, kemi parë foto. Shiko, aktivitetet janë nga Çfarë më të keni shumta, krijuar? gjatë gjithë vitit ne kemi aktivitete. Po më të mirat dhe më të spikaturat janë një qershori që ne bëjmë një aktivitet shumë të madh, ku ato marrin pjesë në panajiret e tyre, në punimet e tyre, gatimet e tyre. Dhe ndina të kënaqësinë kur ato paguhen për atë që bëjnë. Dhe disa vlerësuar ndjehen thonë, "Ua, mësues do bëjmë prapë vitin tjetër, do bëjmë prapë radhën tjetër." Sfilatat janë pafund, në çdo evente, çdo festa që janë, ne bëjmë sfilata gati 2 herë në vit, 3. Mund të them, po ajo është një punë shumë e madhe. Temat janë nga më të ndryshmet, riciklimi, të ndryshojmë veshjet tona, të mos i lëmë në garderobë të na flenë. Ju kam bërë ca tema që të gjenë veten, që ti përdorin, ti kënaqen, domethënë ti bëjmë ato çkat e tyre dhe domethënë unë japin shumë mendime të bukura, një kombinimin e kanë të paparë. Domethënë kanë gjëra që më lën pa fjalë. Përmende pak më parë dhe panajirin, edhe unë këtu gjej rastin që ti nxit pak dëgjuesit, kur të jetë panajiri i fëmijëve, që me duart e tyre do kenë krijuar qoftë Nga më të punime, ndryshmet. qoftë gatime, ju lutem shkoni, inkurajojeni dhe blini diçka tek ata. Kjo prindërve të tyre unë i kam gjithmonë gati. Domethënë ata janë atë unë thërres, ata gjithmonë përgjigjen. Edhe bëjnë gjëra gjithmonë shumë të bukura. Bruna, jam kurioze të di, kur ti krijon diçka, një punim, me çfarë qëllimi e krijon, çfarë ndjesie do doje ti që ti jepte personit që do ta merrte në duar? Ke një synim në mendje? Porosit gjithmonë janë me dëshirën e klientit, po unë ju sugjeroj shumë gjëra të bukura, për shembull ata mbajnë diçka më të lirë, më të vogël, po unë i them shkodhin që më e madhe pak, dhe diçka më e kushtueshme, do ishte më e bukur dhe më me vlerë. Dhe këto kanë tema të ndryshme dhuratash, domethënë lindje, pagëzime, domethënë shkojnë diku për një parti, duan të bëjnë nga një gjë, një lloj të gjithave. Bëjnë sa gjëra shumë të bukura për ditëlindje, për to kam bërë shumë dhurata. Pra nëse investojnë të bëjnë Po, një investim të mirë menduar. janë më shumë janë të personifikuara këto që bëj unë. Nuk janë domethënë Të janë gjithmonë janë personalizuara. unike, nuk janë dy veta të kenë një lloj. Mund të ndryshojnë ngjyra, stili ato, po janë gjithmonë të ndryshme. Dhe kjo më bën që ato të më kërkojnë gjithmonë një gjë të re, se shoqëria është e njëjtë. Thonë për kësaj kështu i bëri dhuratë edhe mua të njëjtën, unë jam ndryshoj. Tema, domethënë jam ndryshoj dhe destinacionin çfarë duan të bëjnë. Bruna, ti je nën, gjyshe, me sa kuptuam, je instruktore pranë qytetit të fëmijëve, vazhdon bën gjitha këto punime, si e gjen balancën ti menaxhosh të gjitha bashkë? Unë të them një fjalë, jam lindur me këto dhe me këto dua të vdes. Domethënë nuk mund të ri dot pa këto, pa ke punimet e pjesë të dorës, shpirtit. pa gatimin, pa familjen e ngrohtë, pa mbesën nipin që i pres me dashuri, pa fëmijët e referotu, domethënë unë jam shumë plot. Domethënë kjo është shumë plot për mua shumë. Edhe të gjitha këto të japin Po, zemër. I bëjmë kënaqësi pa parë. Dhe kur jam e lodhur punoj më shumë, ta dish. Kur jam shumë e lodhur kam më shumë krimtari. Ke ndonjë këshill për prindrit, ndoshta që janë duke na ndjekur tani edhe duan t'i nxisin fëmijët e tyre që të mos heqin dorë nga punimet me dorë? Tashi së fund mi them që prindit po ndërgjegjësohen. Po i lënë edhe larg telefonave, duan t'i argëtojnë, në qendër ku unë punoj është një qendër fantastike, bashkëkohore që shumë rrallë e gjen, por them që i bëj thirrje gjithë prindërve, t'i sillin tek ajo qytetëse, kanë çfarë të mësojnë dhe kanë me çfarë ta kalojnë kohën. Aty do gjejnë gjithmonë çdo gjë që ata e kanë parë në video apo në ekran, aty do e prekin me dorë. Dhe kjo është domethënë një mundësi shumë e madhe që u jepet. Prindrit që më kuptojnë dhe më njohin, duhet ta bëjnë më të frekuentueshme aty qytetëse, kanë çfarë marrin. Shumë bukur. Bruna, do të vazhdojmë diskutimin ton vetëm pasi të kemi ndjekur Kjo botë kërkon për një ero nga Gloria Nure dhe rikthehemi sërish së bashku.
Jemi sërish në studio me Bruna Zguro, jemi duke diskutuar me të për mënyrën si ajo krijon çdo ditë, na ka treguar shumë për punën në qytetin e fëmijëve, por edhe për te i saj. Bruna, tani unë jam shumë kurioze të ditë cilat janë planet e tua për të ardhmen, çfarë ke në përduar momentalisht, çfarë ke në plan të bësh në vazhdim? Si fillim, do të them realizimin të punën ku jam të përditshme, kam sa afër një sfilat për festat e 28 dhe 29 nëntorit, ku po përgatitemi fuqishëm dhe them që do ta realizojmë shumë bukur, ndryshe nga çdo vit që kemi bërë. Kemi festën e fund vitit ku kemi dhe ndarjen e çmimeve të fëmijëve ekselent. Dhe aty kemi përgatitur një program të vogël artistik dhe me disa punime të fëmijëve për Krishtlindjet dhe vitin e ri me dhurata të vogla. Dhe për tek kësaj unë kam dhe një punën time që unë nuk e lë dot kur pas dore, po gjithmonë mbas asaj që jam në përditshmëri. Them të bëj diçka të bukur për këtë qytet, pranë pazarit, dhe them të realizoj së shpejti. Dhe punimet e mia do jenë në një faqe më të madhe, domethënë një aspekt më të gjerë, ku të njëjtë jo vetëm Korça, jo vetëm Shqipëria, po edhe më tej. Okej, pra do të lidhet me pazarin, a the, do presim diçka të bukur aty prej teje. Jam duke e finalizuar së shpejti. Kështu që do mundesh të na tregosh më shumë për të, ndoshta në një episod tjetër të Buzëqeshit. Sigurisht. Për tani mbetemi këtu. Për tani mbeten këto të fëmijëve që unë do t'i realizoj, ta mbyll të vit bukur, me buzëqeshjen atyre fëmijëve që më japin çdo ditë dhe që më bën të harroj mërzitin apo dhe ato ditë që kam pak të rënduara, po ata më nxjerrin gjithmonë duke buzëqeshur, e mërzitur e dalë buzëqeshur. Edhe më vjen shumë mirë që na solle shumë buzëqeshje edhe këtu në programin ton, siç quhet edhe vet programi Buzëqeshi ditës. Ne kemi buzëqeshur ditës së bashku sot, po do doja edhe të na lije me disa këshilla të fundit, të cilat do na mbushnin me buzëqeshje sot. Çfarë këshilla do të na jepjen? Fëmijët të jetojnë ditë të bukura. Edhe ato janë të pakta në jetë, po dua të desha që çdo ditë për ta të ishte shumë e bukur, me buzëqeshje, me gëzime, familjare ndoshta edhe shoqërore, por do doja dhe të rinë larg telefonave, larg këtyre kompjuterave që po i çdo ditë po rrëzojnë sytë atyre një radhë të parë. Dhe unë dua që ato të shpëtojmë nga kjo, dhe të merrem me krimtari. Dhe këto do ta gjejnë tek unë më së miri, edhe ndoshta në ndonjë vend tjetër që mund ta hapet së shpejti. Për ta. Unë dua t'ju jap fal gjithmonë buzëqeshje, se dhe ata na falin çdo ditë buzëqeshje. Unë besoj që krijimtaria, punimet me dorë na ndihmojnë të gjithëve, jo vetëm fëmijët, por edhe ne të rriturit. Do të doja që kemi nevojë të bëjmë sa më shumë gjëra praktike, edhe ne kemi nevojë të largohemi nga telefonat. Po edhe ne, edhe mua kjo më ka bërë shumë mirë. Domethënë që unë merrem me punëtorë, nuk kam kohë të rri pranë telefonit, pak në mëngjes, marr disa telefonata prindrit edhe motrat dhe pastaj filloj ditën domethënë me duke u marrë gjithmonë angazhuar. Dua t'i largojmë dhe kjo është si porosi nga unë, si nën, si gjyshe, që fëmijët t'i largojmë nga telefonat. Nuk i bëjmë nder atë fëmijë që japim telefon në dorë dhe kemi gjatë kohës të kontrolluar. Jo, kontrollon ta ketë, domethënë fëmia ta ketë të injektuar brenda vetes, domethënë që gjithmonë në kontroll dhe pa telefonin. Dhe do doja që prindrit t'i mbajnë sa më afër dhe larg tyre. Po, patjetër është edhe përgjegjësia. Edhe gjyshet, se edhe gjyshet kanë pjesë atyre. Do mund të them që pjesë më të madhe fëmijët e kalojnë me gjyshrit, pasi prindit janë për puna, po edhe gjyshet janë shumë të mirë. Nuk i lënë për telefon atë. Shumë të mirë. Këtë e kam evidentuar vetë dhe them që me gjyshet fëmijët janë gjithmonë të mirë. Jo që thoni i përkëdheni dhe të kalojnë norma. Po në fund të fundit fëmijët kanë nevojë edhe për pak për këdhelile të themi, dashuri nga gjyshit, pa kaluar limitet gjithmonë. Gjyshit t'ju falni akoma një kënd më të ngrohtë. Dhe për ta është, domethënë kënaqësi. Unë i shikoj kur vin fundjava, do i kish shpejt mësuese, se do i kanë gjysha, do i me mamin do ri ante do ri të diel, do ri do vitan. Dhe kënaqem kur domethënë dua ta kaloj fundjavën me gjyshrit. Dhe kjo është gjë shumë e mirë. Edhe gjyshet besoj akoma dhe më shumë mund t'i ndihmojnë që të bëjnë punime me dorë, sepse ata vetë janë rritur merr artizanat, merr gatimin, merr të folurin, të komunikuarin, merr dashurinë, merr atë që ti në shtëpi nuk e ke vetëm me mamin e me babin, tu shikon një spektër më të gjerë. Kështu që në gjyshja një shoqe, një komshie, shikon si frekuentojnë gjyshrit, domethënë dua të merrem me njerëz, njerëzit më mbyllen vetvete dhe unë dua që të vazhdojmë siç jemi rritur ne. Të jemi të gjithmonë të lidhur me njëri tjetrin. Bruna, unë besoj që si fëmijët edhe punimet me dorë ty të sjellin shumë buzëqeshje. Ka diçka tjetër që i sjell Brunës buzëqeshje në ditën e saj?
për ta mbyllur me buzëqeshje këtë Shumë puntat. buzëqeshje më sjellin të gjitha, po gëzimi më i madh jetës ime ata Nipi dhe Mbesa që më falin çdo minutë dhe çdo kamera që më tregojnë dhe i marr, kënaqem duke i shikuar çdo moment të ditës. Dhe s'kam më misë me fëmijët. Bruna, ne të urojmë shumë sukses ty. Uroj më të mirat për ty, familjen tënde, Nipër Mbesa, edhe shpresoj që do të dëgjohemi sërish në punime të tjera të bukura edhe aktivitete të bukura që ti do të vazhdosh të bësh. Kënaqësi shumë e madhe për mua që ndava me ju këtë ditë kaq të bukur. Faleminderit. Dashur dëgjues, faleminderit që ishit me ne në buzëqeshje ditës. Vazhdoni dhe qëndroni me Radio Emanuel. Do të dëgjohemi në puntatën e radhës.